Periudha më e ndjeshme, më delikate e jetës. Periudha më e ndjeshme dhe vendimtare e jetës së një njeriu është fëmijëria. Themeli për personalitetin e ardhshëm të një individi vendoset në këtë periudhë, edhe pakujdesia më e vogël mund të shkaktojë dëm të pakthyeshëm për personalitetin dhe temperamentin e ardhshëm të fëmijës. Në të vërtetë, 3 vitet e para të jetës së fëmijës luajnë rolin vendimtar për formimin e personalitetit dhe të karakterit të tij. Ndoshta shumica apo edhe të gjithë njerëzit nuk e vërejnë këtë aspekt shumë të rëndësishëm të rritjes së fëmijës. Në përgjithësi ata thonë, fëmijët e vegjël dhe posaçërisht foshnjat nuk kanë kapacitet për t'i kuptuar gjërat. Ato nuk mund të flasin, prandaj janë të paaftë për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e tyre. Ato janë të pafuqishëm dhe nuk kanë aftësi për të mësuar diçka nga vetvetja. Me një qëndrim të tillë, prindërit e shkapërderdhin periudhën e hershme të fëmijërisë. Kjo është periudha më e ndjeshme dhe më ndikuese e jetës së fëmijës. Gjatë kësaj periudhe, në dukje jo e komplikuar, e marrin formën instiktet morale, kulturore dhe fetare të fëmijës. Në këtë periudhë të hershme 3 vjeçare, fëmia i pranon disa qindra fjalë dhe mësohet me kuptimet e tyre. Ai do të fillojë për të dalluar të mirën dhe të keqen, miqësinë dhe armiqësinë, të bukurën dhe të shëmtuarën, po ashtu do të fitoj aftësinë e identifikimit të ngjyrave të ndryshme dhe shijen e ushqimit. Do të zhvillohet aftësia e vrojtimit dhe e të folurit, do të filloj të tregoj bazat e procesit të menduarit, do të mësoj të zvaritet dhe të ecë, do të mësoj të qajë dhe të qesh. Gjatë këtyre 3 viteve do të përjetoj mira ngjarje që mund të ndikojnë në psiqikën e fëmijës dhe që kanë lidhje me temperamentin e ardhshëm. Përkundër gjithë kësaj, njeriu e ka shumë të vështirë të mbajë në mend ngjarjet e 3 viteve të para të jetës së tij. Të gjitha ndodhjet e kohës do të jenë në ndikimin e haresës, por ato kujtimet e haruara veç kanë bërë ndikimin e tyre të madh në natyrën dhe personalitetin e individit. Disa sëmundje psikologjike si frika, traumat, zemërimi e të tjerë janë produkti ngjarjeve të 3 viteve të para të jetës së një personi. Një psikolog shkruan: nëse fëmia nuk e zhvillon personalitetin e fortë në 3 vitet e para të hershme të jetës së tij, atëherë ai nuk do të ketë aftësi për të bartur përgjegjësitë e rënda me të cilat do të përballet në të ardhmen. Ai do të bëhet viktimë e disa defekteve psikologjike. Prandaj është vërejtur se origjina e defekteve nervore te një person mund të hulumtohet në fëmijërinë e tij. Sa herë që ndonjë psikolog hulumton shkaqet e sëmundjes mendore, ai vjen në përfundim se në fëmijërinë e hershme të tij ka pasur rrethana të tilla që e kanë dëmtuar mundësinë e ikjes së tij nga problemet ekzistuese psikologjike. Doktor Xhelali shkruan: themelet e sjelljeve të para shoqërore të fëmijëve vendosen në 3 vitet e para të jetës së tij. Prirjet e mendjes së tij bëhen të qarta vetëm gjatë kësaj periudhe. Për këtë arsye, prindërit e përgjegjshëm nuk e shpërfillin këtë periudhë delikate dhe me ndikim të jetës së fëmijës. Ata nuk e vonojnë formimin e fëmijës për të ardhmen. Në të vërtetë, formimi dhe rritja e fëmijës fillon me lindjen e tij. Disa intelektual vërejnë: fëmia fillon të formohet prej lindjes. Kujdesi i që të mëdhenjt dhe fëmijët e tjerë përreth tij ja kushtojnë atij, do të jenë hapat e parë të formimit të tij. Ngjashëm edhe skenat dhe anekdotat që fëmia i përjeton dhe zërat që i dëgjon, do të kenë ndikim në ndërdijen e tij dhe do të jenë të lidhur me përvojën e tij të mësuarit. Disa shprehje dhe përvoja që janë tullat e ndërtimit të karakterit të personit janë të lidhur me fëmijërinë e tij. Çfarëdo qëndrimi që prindërit e miratojnë ndaj fëmijëve të tyre prej lindjes do të ketë ndikimin kryesor në rritjen dhe edukimin e tij.